Çdo ditë ka një personazh të ri, një personazh të ri që duket sikur na tregon se si mund ta jetojmë jetën, por ne jemi mësuar që pavarësisht të gjitha këshillave, ne kemi atë qasjen dhe rrymën tonë për të kuptuar se si duhet jetuar jeta e gjithë secilit, edhe kemi vetëm një të tillë, prandaj duhet jemi të kujdesshëm dhe ta bëjmë sa më të vlefshme. Megjithatë, duket sikur ky është mësimi që na sjell pikërisht personazhi i ditës së sotme dhe bëhet fjalë për Robert Pera, që ishte një djalosh që arriti të bënte diferencën jo vetëm në pjesën e vendit ku jetonte, por në të gjithë industrinë që ai arriti të kishte dhe të siguronte me kalimin e kohës. Duket sikur të paktën her pas here ne e themi që dita e mirë duket që në mëngjes dhe e njëjtë është rasti dhe me të, që në krye të herës, që në fëmijërinë e tij të hershme ai nuk zgjidhte të dilte jashtë dhe të luante bashkë me moshatarët e tij, por dëshironte që të qëndronte në dhomën e tij dhe të rregullonte kompjuter apo modem të tjerë që duket sikur do t'ia drejtonin dhe të tregonin se në çfarë jete do të kishte të bënte me kalimin e kohës. Megjithatë është e habitshme se si arritej që në fillimet e tij të bënte diferencën. Më pas kur erdhi koha e shkollimit të tij, ai filloi për inxhinieri dhe biznes, sepse mendonte inxhinieria elektrike në këtë rast dëshironte të ishte pjesë e kësaj fushë dhe zbulonte më së shumti. Të paktën edhe pjesa e asaj çka kishte studiuar në vegjëli në sensin e pjesës autodidakte, ai do mundte të kalonte dhe të ndryshonte gjithçka dëshironte në momentet e tij të caktuara. Megjithatë, duket sikur do kishte pengesa përgjatë rrugës. Të punosh në Apple nëse je në pjesën e teknologjisë, duket sikur është një nga arritjet më të mëdha, por të kesh rezultate të her pas hershme në një kompani të tillë kaq të madhe dhe prestigjioze, sigurisht që përmbush, por më pas të bën të kërkosh më shumë. Dhe ne kemi parë fare mirë që për shumë individ, edhe pse mund të duket se mund të kenë arritur majat, her pas here ndihen të pamjaftueshëm, sikur nuk po bëjnë ai sa duhet dhe sikur kanë potencial për të kuptuar dhe për të zbuluar më shumë. Dhe kjo është ajo që ndodhi dhe me të, ai përgjatë kohës që punonte në Apple pa që rrjeti wireless nuk punonte ashtu siç duhet, pra ishte një fëmijë fillimisht që mendonte se mund të funksiononin gjërat dhe më mirë dhe më pas një i rritur që vazhdoi me këtë strategji dhe kishte gjithmonë një pyetje për vete. Si mund ta bëj këtë gjë të funksionojë më mirë? Pra nuk kishte perfeksion për të, gjithkohës mund të kërkonte dhe të zbulonte detaje të tjera që i bënin çdo gjë të shihej ndryshe dhe me një optik mbase më të pastër dhe më të qartë. Në këtë rast ai arriti të shpjegonte tek menaxherët e tij të gjithë idenë që kishte për ta bërë më pak të kushtueshme rrjetin wireless, por në të njëjtën kohë për të shpërndarë edhe në hapësira më të shumta. Pra sipas tij nuk do duhej të qëndronin në një zonë të afërt për të pasur rrjetin wireless, por mund të shpërndaheshin dhe më shumë. Ishin pikërisht menaxherët e tij që refuzuan këtë ndryshim dhe këtë ide që ai kishte në krye të herës, por më pas kuptuan se humbën një thesar, sepse ai në momentin e duhur arriti të largohej nga kompania ku punonte, pra në Apple, dhe të zhvendosej për të kaluar dhe për të ndryshuar të gjithë jetën e tij. Ktu arrim të kuptojmë se do duhet të jemi në menaxherët e duhur në momentin që kemi një ide, ose njëkohësisht nga ky rast mësojmë se edhe kur mund të refuzohemi, mund të kuptojmë që mbasi jemi pak herët për ndonjë ide ose jemi në vendin e gabuar, kështu që gjithmonë duhet vazhdojmë edhe të kemi besim tek vetja dhe në këtë rast. Më pas në vitin 2005 ai arriti të themelonte sërish kompaninë e tij dhe të kalonte në një tjetër dimension. Pra nga një i punësuar në Apple që nuk i besonin dhe ai shumë në një person që krijonte kompaninë e vet dhe bënte diferencën në të gjithë tregun. Arriti të bënte qëllimin e tij kryesor dhe primar, arriti ta zhvillonte dhe më pas edhe të lakmohej, si thua, nga Apple, sepse nuk e shfrytzuan atë potencial që ai kishte, por megjithatë ishte koha dhe momenti i duhur për të, por i gabuar për Apple për momentin që vendosi të bënte ndryshimet. Ka shumë momente në karrierën e tij që të bëjnë të habitesh edhe të duar trokasesh për gjithçka ka sjell. Dhe nëse ndalemi konkretisht me pika, mund të themi se ajo shpall miliarder që në moshën 36 vjeçare. Dhe kjo për të nuk ishte më shumë se sa një post dhe një pushtet financiar, se sa një post dhe pushtet se i përket idesë së tij që kishte që në fëmijëri. Njëkohësisht kemi edhe refuzimin e hapjes së zyrave të shtrenjta. Ajo çka të bën përshtypje në rastin e tij është që edhe në momentin që ai arriti të kishte kompaninë e tij, nuk dëshironte të kishte kompani të mëdha, zyra luksoze, edhe pse mund të kishte mundësitë, sepse siç po e thonim, u shpall miliarder në një moshë të hershme, por zgjodhi të kishte thjeshtësinë si tipar të tij që do të bënte diferencën dhe do të arrinte të fitonte edhe më shumë në këtë formë. Kjo është një mënyrë që ai duket se u mësoi edhe startupeve të tjera, mund të punonin dhe mund të sillnin ide të jashtëzakonshme pa ambientet më të pazakonta që mund të ketë dikush. Megjithatë, për të kaluar sërish në vitin 2011, për shkak se ai në një moment të caktuar humbi një pjesë të mirë të pasurisë, ajo çka mësojmë në këtë rast është se duhet që të rikthehemi dhe të sjellim të gjithë forcën tonë për të vazhduar edhe për të bërë diferencën në të gjithë tregun. Pati një stil dhe një karakter të veçantë që arriti të besonte tek vetja fillimisht dhe më pas tek të gjithë personat që kishte zgjedhur krah tij, duke u dhënë mundësi sepse tashmë kishte një kujtim të hidhur paksa në memorien e tij,
refuzimin nga Apple, kështu që rrjedhimisht ai mundohej të shfrytëzonte çdo potencial që kishte dhe përkundrazi jo vetëm ta stimulonte për mirë dhe për të vazhduar për të bërë ndryshime, por ju jepte në dorë gjithçka që ata kërkonin në momentin që ai e konsideronte dhe të vlefshme dhe duke e parë me një sy optimist dhe revolucionar. Por çfarë mund të themi për të është se kur të tjerët nuk besojnë tek ideja jote, mbas është herë dhe duhet ta fillosh dhe ta konkretizosh me hapa të caktuara dhe sërish konkret. Vazhdojmë të mbetemi tek kjo fjali, por si po e thonim edhe pak më parë, na tregon një rrugë dhe një karrierë ku tregon përmirësimin e vetes dita ditës. Një pyetje kaq e rëndësishme që mund t'ja bëjmë vetes her pas here. A mund ta bëjmë më mirë këtë gjë? Dhe më pas të vazhdojmë dhe të përmirësojmë dita ditës për të sjellë ato rezultatet finale që duket se nuk janë dash finale, por aq kohë të vazhdojmë të kërkojmë perfeksionin. Megjithatë, duket se mësojmë kaq shumë nga një personazh i tillë historik, duhet thënë, edhe nga një personazh që ka ditur ta bëjë diferencën.